Ke ndryshuar me kalimin e viteve? Kam ndryshuar shumë. Unë kam qenë shumë hermetike, ti e di. Kam qenë shumë hermetike në emisionet që ne kemi bërë, që edhe kanë qenë pak përtej politikës, isha shumë e ngurtë. Isha e ngurtë sepse mendoja që njerëzit duhet ta kuptojnë që unë jam serioze. Po në fund të ditës njerëzit duhet të kuptojnë që ne kemi të njëjtat sfida si kushdo. Kemi fëmijë, kemi familje, kemi një jetë, kemi pasione në fund ditës. Do të pyes pak edhe për këtë, po meqense thash edhe në hyrje që jemi në fund vitin, si po të gjen ky vit? Si ka qenë ky vit për të? Ky ka qenë viti i ndryshimit tim, ka qenë viti i jetës time në fakt, nëse mund ta konsideroj kështu. Kam në politikë që në vitin 2009, edhe me të mirat dhe me të këqijat, me uljet, me ngritjet, si kushdo, jo gjithmonë jeta është uniform, edhe karriera jo gjithmonë është uniform. Kam qenë në një zonë komforti, në një zonë rehatie. Kam qenë, sigurisht kam pasur përballjet e mia, betejat e mia, po asnjëherë nuk kam pasur një sfidë që unë t'ja tregoja njerëzve që me vërtet unë nëse marr diçka përsipër e çoj deri në fund. Dhe ky ka qenë viti që ndoshta unë ja dola. Tregoj këtë gjë. Kujt momenti referoheni specifikisht të zgjedhjeve? Dy momente. Ka pasur garë në parti, në të cilën unë arrita që dal më e votuara ndër zonja në Shqipëri, dhe edhe për sfidën që ka kaluar Partia Demokratike 3 vitet e fundit. Domethënë ishte një moment konfirmimi për mua. Po mirë, duket sikur ju flisni. Duket sikur flisni për një moment të sfide dhe dalje nga komfort zone, tani sikur çdo gjë është ka shkuar në vendin e vet. Ka shkuar çdo gjë në vendin e vet? Domethënë nuk po flas që gjërat është shumë e vështirë që gjërat shkojnë aty ku janë. Është dhe edhe për mua nuk do ishte normale që gjërat shkojnë aty ku janë. Kam lexuar një shprehje që dua ta them dhe e kam përdorur në fakt javët e shkuara. Vendi më i keq ku ti mund të jesh është aty ku ishe vjet. Duhet të ndryshosh për herë, duhet të përmirësohesh, duhet të rritesh, duhet të ndryshosh. Ja, dhe ne prandaj jemi në një vend tjetër. Edhe në një vend komplet tjetër. Ka qenë një vit ku edhe jam forcuar, në fakt. Do t'ju pyes për këtë. Po doja të ndaj këtë bisedë në 3 shtylla kryesore. Para mendoj që është ajo. Tani fole si mua. 3 shtyllat e ekonomisë. Dëgjoj, kam vjedhur disa gjëra, edhe nga ju që kemi takuar dhe intervistuar për shumë herë ndër vite. Po gjen kohë për familjen këto ditë? Është pak e vështirë të them të drejtën, sepse ngarkesa parlamentit ka nisur më shumë se çdo herë tjetër. Kam një komision të ri që drejtoj tani, ka angazhime me elektoratin, duke qenë se nuk u zgjodha vetëm nga një zonë elektorale, po në të gjithë Tiranën kërkohet një prezencë më e madhe, por jam duke përpjekur që të vendos prioritete. Më trego pak tani se date night është, imagjinoj njerëzit janë reatuar. Në çfarë ore? Vonë është, po gjithsesi njerëzit mund ta shohin kur të duan programin, po si nis dita jote me fëmijët, e di të thuash drini, mos më bëj të them nga këto tani historitë që zgjohen në filan orë. Jo, dita nis shumë herët. Je organizuar? Ne përpiqemi që të organizohemi. Unë dhe Sajmiri, bashkëshorti im, nisim ditën duke planifikuar dhe e mbyllim duke planifikuar. Se kur ke 3 fëmijë, është e pamundur që t'ja lësh ditës, t'ja lësh normalitetit. Unë zgjohem shumë herët. 6:01 çerek unë jam me zgjuar. Fëmijët duhet të dalin poshtë, të nisen për shkollë në orën 7:01 çerek, edhe që ti ngresh të 3 edhe ti vësh gati, ti rreshtosh, ti jenë të veshur në orën 7:01 çerek. Domethënë do pak vokal, po edhe forcë vullneti. Jo për të vërtetur, po komshinët më thonë që kush është Arba, thonë se vetëm emrin e Arbës dëgjoj. Nis herët, unë nëse kam takime herët, pi kafen në shtëpi dhe më pas dal në komisione ose në takime. Si imagjinoj duke bërë titull. Duke folur pak me forcë. Kur kam pak kohë në mëngjes, unë bëj hecjen e mëngjesit të liçene. E ke bërë ndër vite, kam përshtypjen. E kam bërë ndër vite, kam një rutinë që më pëlqen që ta bëj, është një kohë për veten, nuk gjej asnjë kohë tjetër gjatë ditës për veten në ky momenti. Më priqesh ta mos ta humbësh atë? Mos ta humb, edhe më bën mirë, më jep energji. Jo, domethënë sigurisht për mbajtjen e vetes e për lëvizjen, po më jep energji pozitive. Mban mend, sigurisht që po, por çfarë mban mend nga fëmijëria jote? Nëse do të pyesja për një kujtim të bukur që e veçon ndër të tjerët, që mund të lidhet në mënyrën si të kanë trajtuar dikush nga prindërit apo nga familjarët apo nga miqtë, ata
shokët e shoqet e fëmijërisë, çfarë do veçoje? Ka diçka që veçon? Ka dy momente, nëse mund ta ndaj edhe në periudha të ndryshme. Unë mbaj mend veten të rritur në shtëpi private e Tiranës, dhe për mua ajo kënaqësia e asaj shtëpisë private, ai ambienti, ajo ndjesia pozitive, nuk besoj që e kam kaluar, e kam ndjer si shtëpi në jetën time. Dhe më pas kur kjo shtëpi private u prish, unë kam jetuar tek gjyshi nga mami, një shtëpi shumë vogël, dy dhoma, një kuzhinë, një apartament, ku ne ishim gjyshim një familje të madhe, teze, daja, të gjithë pa familjet e tyre, domethënë po një familje shumë e madhe që unë ndjesisi ajo afrie me familjen nuk besoj që kam për të pasur. Përpiqem shumë tani që fëmijët i rrisim me kushërinjt, po nuk është e njëjta. Ju sa fëmijë jeni? Ne jemi 3 fëmijë. Po, 3 fëmijë. Domethënë ka qenë të gjithë të lidhur me njëri tjetrin? Shumë të lidhur edhe sot e kësaj dite, shumë të lidhur. Motra ime para 10 vitesh, 11 vitesh u largua për në Bruksel dhe më pas në Berlin, ajo jeton në Gjermani tani, ka familjen e saj. Po pavarësisht kësaj jemi jashtëzakonisht lidhur, ndërkohë që vllai që është këtu në nivel të përditshëm ndoshta pak më afër, po përpiqemi që në çdo moment kemi një kontakt me këto çetet e familjes, unë s'po i menaxhoj dot më, domethënë, po shkthyer në një rutinë tashmë. Dhe kam pyetur edhe një herë, në fakt, po është e vështirë ta ndash me kë je më shumë e lidhur. E kam të vështirë edhe për arsye e kam edhe për arsye të ndryshme. Domethënë të gjithë ne gjejmë një afrimitet pak më të ngushtë në dikë. Shiko, unë për motrën ndjej një krenari të veçantë, më duket sikur kam rritur unë, kemi 7 vite diferencë, që në klasë para ajo ka bërë mësimet me mua, kam shkuar unë takim me prindër, kam qenë si një shoqe e madhe, jo vetëm motër, me Lornën, po. Ndërkohë që fisnikun kemi një vit diferencë dhe sfidat më të mëdha atje dhe unë i kam diskutuar me të. Në këtë vit, në fushatën time elektorale, fisniku ka qenë ndoshta ka punuar më shumë se unë, mendoj. Domethënë duke e parë angazhimin e tij, mendoj që ka punuar më shumë se unë. Për gjëra të ndryshme kam secilin prej tyre. Si ka qenë adoleshenca jote? Tani duke e kthyer kokën pas. Domethënë adoleshenca dhe rinia. Shiko, neve ndonjëherë mund t'i idealizojmë gjëra të shkuar. Domethënë i përjetojmë ndryshe atëherë dhe tani i kujtojmë ndryshe. Kam qenë e aktivizuar në gjimnaz jashtëzakonisht shumë. Kanë qenë gjyqet imituese, kanë qenë debatet, kam qenë në secilën prej këtyre. Dhe kam qenë sigurisht edhe pjesë në mësimeve, vi nga familje profesorësh edhe mësuesish. Gjyshja profesor matematike, mësues, dhe e kam pas shumë rigoroze këtë pjesë në mësimit. Plus duke qenë se mami nuk arriti dot prej familjes persekutuar që të kryente shkollën e lartë, domethënë i projektoi tek mua të gjitha ëndrat dhe dëshirat, dhe unë shkollën e kam pasur pa kompromis. Domethënë me familjen kisha një marrëveshje. Nëse ti kryen shkollën mirë, ti mund të bësh çdo lloj gjëje tjetër nga ato që ke dëshirë. Kështu që unë kisha shkollën dhe pastaj gjithë këto të tjerat. Dhe jam angazhuar dhe në politikë që herët. E ke jetuar plotësisht, domethënë këtë pjesën? E kam jetuar plotësisht, mund të them 200%. Ne jemi një grup klase gjimnazi që e kemi jetuar me njëri tjetrin çdo moment të ditës. Dhe që me sa di takoheni akoma? Ne takohemi 2 herë në vit, takimin e radhës e kemi tani në festat e fund vitit. Takohemi në verë dhe në fund vitit kemi një rutinë që nuk e këmbejmë, nuk e ndrojmë asnjëherë dhe nuk e këmbejmë me asgjë tjetër.